I përmend babain e ndjerë, rëndohet situata deri në prekje fizike mes Laertit e Valbonës, çfarë po ndodh midis dyshës. Në shtëpinë e Big Brother VIP 4, tensionet midis Laert Vasilit dhe Valbona Mhillit kanë arritur kulmin mbrëmjen e fundit, duke të shuar deri në një ndarje të papritur mes tyre si një banorje vetëm. Gjatë spektaklit të së martës, Laerti deklaroi se dëshiron të ndahet nga Valbona dhe të shkojë në një televotim kok me të. Ky veprim shkaktoi reagimin e fortë të Valbonës, e cila u ndihet tradhtuar, duke akuzuar atë se po e linte në mes të lojës pas një afrimiteti të krijuar midis tyre. Debati mes tyre është përshkallëzuar ditën e sotme, kur Valbona doli te linjave të kuqe. Ajo i përmendi babain e ndjerë Laertit, gjë që acaroi aktorin. Jo vetëm kaq, pasi ajo i përmendi edhe motrën e nënën, teksa ndër të tjera u shpreh revoltuar. A është krenar baba yt atje ku është? A është krenar? Oj babes, ku e ke besën? Po motrës tënde po t'ja bëjnë kështu, si do ndjeshe o tradhtar, oj pabes, o pa ftyrë. Po nënës tënde e familje gjeneralesh që ishit, oj pabes, është dëgjuar t'i thot Valbona, teksa Laerti është acaruar shumë, teksa ju drejtua, prapë përmendet shketi me të ndjerët. Çfarë po bën? Ç'punë ke ti edhe me motrën time e me nënën time, lëri atje ku janë. Ty të ka akuzuar shtëpia se luan me 3-4 standarde, lëri nënën time aty ku është. Kaq ditë e them. Ishin fjalët që acaruan të imos aktorin, teksa nga fjalët e ashpra, situata degeneroi në prekje fizike, ku Valbona e ka shtyr Laertin dhe e ka akuzuar si tradhtare të pabes. Duket se nga fansat ky ka qenë një moment për ta prekur deri aty ku s'mban Laertin, i cili duhet theksuar se nuk e kaloi cakun asnjë moment. Fansat thonë se Valbona tani më e di se është ajo rrezikuar nga ky televotim, teksa ka dashur ta nxjerrë me zarf të zi Laertin.